të gjithëve dhe mirë se erdhët. Ashtu, Kati. Mirëmëngjes, Kati. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe dhe sot se... Tani duhet të thëmë mirë se erdhe, se më ke munguar. Si e sot je më mirë? Jam më mirë, të falenderoj shumë. Ishe, do me thënë, jo vetëm një moderatore, por dhe... do të them anvis, por do të them një guzhinjere e përsosur. Ishe në të gjitha drejtime, do me thënë... U përpoqja, Kati, të mos ndjej mungesa jote, por jam shumë e kënaqur që të kam sot të falenderoj për zemërsisht, ashtu si të falenderoj gjithmonë, por e di shumë mirë që dhe për mua je, si thuash, jo gjysma, po e gjitha. Faleminderit shumë. Falenderoj jo se dhe shumë. Dhe tani që është momenti që ne të prezentojmë tek publiku që po na ndjek, çfarë do përgatisim sot. Unë e shoh që shtëpizën e kemi plot, por cilat janë recetat? E kemi plot. Anila, unë faktikisht do t'i përshëndes dhe Anvisa dhe do t'i ftoj këtu tek Ëndërjoni Gatimi për t'treguar këto receta që do përcjellim për ato sot. Po afrojnë festat e Krishtlindjeve dhe sigurisht unë mendova sot të bëj kurabiet e Krishtlindjeve. Sigurisht kemi edhe kurabiet të tjera që bëjmë, por mënyra se si do e sjell është një mënyrë tjetër që përgatisim kurabiet, të cilat i bëjmë vetëm me miell, me sheqer pudër dhe vanile. Asnjë gjë tjetër. Unë i bëj vetëm në këtë mënyrë. Nëse doni pastaj mund të shtoni edhe bajame. Bajame të cilat faktikisht duhen hequr pjesa e cipës dhe kjo hiqet kjo, duhet i vendosit pak në ujë të ngrohtë që t'i lëmë dhe t'i heqim atë pjesën e cipës e t'i grim për t'i përdorur. Faktikisht unë sot do t'i bëj ashtu vetëm me miell, me sheqer pudër dhe vanile. Asnjë gjë. Gjalp. Gjalp, edhe gjalp. Më falë, sepse ai është kryesori, kurabie pa gjalp, tamam ashtu siç e thua Anila. Do të bëhen shumë të mira, shumë të shkrifta, do ju tregojmë me njëherë dhe me ato do fillojmë të parat. Do të bëjmë dhe një recetë, meqense do të bëjmë kurabie, do të bëjmë një recetë të thjeshtë sot, por shumë e shijshme dhe e kënaqshme për të gjithë, janë këto makarona që bëjmë me pana. Por jo vetëm me pancetë, me djathë ose parmigiano ose një djathë të fortë të cilën e kemi të grirë shumë imët, kështu si që kam bërë edhe unë. Qepë, majdanoz, krip, piper edhe vaj, gjithashtu edhe do të ashuajt me thënë me pak verë. Verë gatimi kemi ne këtu dhe një salatë që e kam menduar këto sepse janë të thjeshta për përgatitur, thjesht kurabie do t'la marrin kohë, por dhe unë e kam nisur procedurën. Një sallatë që bëhet me fasule. Fasulet që mund t'i gjejmë kështu konservë që kemi gati dhe e bëm sallatën në moment, por mund të kemi edhe fasule të kuqet që i zim dhe i kemi kur i zim, heqim një, si thua, një pjesë që kemi për përgatitur sallatë në një moment që kemi nevojë të konsumojmë edhe sallatë. Ajo është misër, Anila, tek sallata unë pak... Ishte, është li doja do temrin. Faleminderit, mire bëre. Në recet nuk e kam vënë, por dhe kjo, do me thënë, është, si thuash, konservë misri që hynë në shumë salatra, sidomos tani nga këto produkte fantastike që gjenë të në randë. Unë kam shumë qef të është e vërteta këto që janë të konservuarat, do thoni ju pse, sepse kur i ke në shtëpi, edhe nëse nuk e patur kohë të gatuash, fillon të krijosh me një herë, pra me një fasule, me një misër, me turshi, me ato specat gogozhare të pjekur që janë tek në randë, me kërpudhat e konservuara, me qiqrat e konservuara. Do me thënë janë këto produkte që realisht unë i kam shumë për zemër që shumë shpejt mund të krijosh një pjatë të shpejt, qoftë dhe një sallat, por te jetë të shëndetshme. Fej që ke nisur kat me... Atere, duhet të them Anvisave, do të marrim gjalpin dhe do të shkrim. Nëse do të marrim për shembull një 500 gram gjalp, do ta shkrim dhe neve nga ky do të marrim 2 filxhan, do me thënë. Duhet shkrir me patjetër gjalpi që të nxjerrë ata aromën dhe shijen e mirë që ka gjalpi. Jo kështu siç është i freskët. Do të dhe kur e përgatisim, do me thënë që e shkrim, e kullojmë, e lëmë që të ftohet, do me thënë të arri këtë, tjetë kështu. Kjo ishte e fundit faktikisht dhe na kanë ngelur dhe pak ato grimcat e gjalpit. Do tjetë në këtë gjendje të verdhë dhe kur do ta punojmë që duhet punuar të paktën 15 minuta, ndoshta edhe më shumë për të arritur në këtë rezultat, do me thënë të marrë këtë ngjyrën e bardhë. Ja, këtu tani është gati për të shtuar tani mielin. Këtu te kjo, përveç se 2 filxhan të çajit të gjalp të tretur dhe të ndënjtur, do me thënë në ambient dhe të kthehet në këtë formë që unë e kam, do të shtojmë edhe në gjysmë filxhani sheqer pudër. Do të shtojmë edhe një bustin vanile ose një maj të lugës, vanile plur që kemi ne, ose 2-3 pika nga lëngu, vanile lëng. Dhe e punojmë, thash, për 15 minuta dhe do ta kemi në këtë gjendje. Tani, unë thjesht do t'i bëj një, si thuash, akoma, një punim të thjeshtë dhe me ndihmën e spatulës do të bëhet ky veprim për të afruar, do me thënë,
që ta punojmë sa më mirë. Kjo bëhet si një trajt marenge në momentin që punohet për 15 minuta. Ja. E bëjmë edhe një punim të fundit dhe shikojmë që është gati. Mbaroj? Po, e kam punuar më përpara unë këtë. Sigurisht për të shmangur e kam për të shmangur edhe zhurmën, por edhe kohën. Se do goxha kohë, po. Tani edhe këto, se si e thonë, nuk shkojnë asnjë gjë dëm, marrim pak miell, ose i fusim në miell faktikisht. Edhe shkon. Edhe, ja, i bëjmë me dorë për të hequr pjesën e gjalpit. Që mos të ngelet asnjë gjë të shkojë dëm. Edhe kështu, e kemi gati. Këtu, tek gjalpi tani, do të shtojmë në mënyrë graduale mielin. Okej. E pudrosim anët, Që të shkëputën nga tasë. po. Me pjesën e kësaj, nëse keni këtë lugën maris, e bëni me të në rast të kundërt, por duhet të dim që mund t'i heqim këto anila nëse para se mos ndoshta nuk kemi një pamje të mirë, sepse nuk ka nevojë këto që të qëndrojnë. Vanilja do të duhet. Jo, asnjë gjë s'më duhet nga ato nëse. Ana shikoni ju këtu? Unë them Po, ti heq. ja shikoj kati. Në rregull. Shumë mirë ke pamjen. Në rregull mendova se jo shumë mirë. Ja, tani hodhëm e pudrosëm me miell neve, rreth e rrotull. Edhe me këtë marizën, ose nëse s'kemi këtë, ose me duart tona, ose me një lugë për të pastruar këto anët. Dhe duhet të dimë që do ta hedhim në mënyrë graduale mielin, dhe nuk e punojmë si ngjeshim bukën ose shumë lehtë, sa mielli të përthith dhe të bëhet një masë e ngurtë. Atëherë themi që është mjaftueshëm miell. 4 me 5 filxhan miell duhet. Por, edhe pse që t'jemi të sigurt, do t'i hedhim kështu, duke e punuar, dhe e shikojmë se sa do t'na përthith mielli. Varet edhe nga lloji i miellit. Kur kemi miell, zakonisht këto duhen do me thënë me miell që nuk kanë shumë gluten. Jo mielli, është ai mielli për çdo përdorim. Po. Ai është mielli i mirë. Mielli tipit 0, siç quhet ndryshe. Tani, si mielli që kemi këtu. Po, ti lexoj 4 receta? Po, mund t'i lexosh sa unë të vazhdoj, domethënë që tash të mblidhet pak edhe do t'tregojmë pastaj vazhdimin e recetës. Shojmë pak në ekran tani, doni të dini se cilët janë përbërësit që do t'ju duhan për të treja recetat që do të sjellim sot. Të parën e kemi nisur, kështu që me shumë vëmendje le të shohim në ekran të listuar të gjithë përbërësit. Gurabie për Krishtlindje janë këto recetat që ne i paraprim gjithmonë, që ju të keni kohë pse jo t'i bëni një provë përpara se të mbërrin festat dhe pastaj t'i keni gati në tryezat festive. Për realizimin e gurabieve për Krishtlindje do t'ju duhen 2 filxhan gjalp, gjysmë filxhani sheqer pudër, një pako vanilje, 1 filxhan bajame, 5 filxhan miell për çdo përdorim. Salat me fasule të kuqe, vezë e kastraveca turshi. 300 gram fasule të kuqe, 1 qep të kuqe, 3 vezë, 4 kastraveca turshi, 2 lugë majonez, 2 lugë vaj ulliri, majdanoz, krip edhe piper. Dhe receta e tretë për sot do të jetë spageti me pancete pana. Na duhet një pako makarona, 250 gram pana, 6 feta pancet, 4 lugë vaj, 1 qep mesatare, 1 gotë verë, 4 lugë parmigiano ose djath kaçkavall të fort, majdanoz, krip edhe piper. Këto janë të treja recetat që kemi sjellë sot, pra kemi atë pjatën kryesore që do t'jenë makarona, do t'kemi një salat që mund t'jetë një shoqëruese e drekës nëse jeni mësuar të keni më shumë se sa një pjatë, por mund t'jetë salata edhe një vakt mbrëmje, e sigurisht që biskotat apo gurabiet e Krishtlindjes, të cilat mund të bëhen edhe në një moment tjetër.
sepse vlen receta edhe për gurabie të zakonta, por për krishtlindje dihet që kanë atë lezetin e vet, sepse në fund fare këto që përfundojnë mbas pjekjes, se për pjekje nuk duan në 180 gradë për 15-20 minuta duan. Po, por problemi kur i nxjerrim, do të thënë që i lëm pak të ashtu të ftojnë dhe i pudrosim dhe na sillin atë efektin e dëborës dhe të krishtlindjeve, do të thënë të vitit të ri. Brumi është bërë gati, e shikojmë, do të thënë që nuk merr më. Është ngjeshur, por nuk e punojmë me fort, është ajo që si thua e ledhatojmë brumin. E japim dashuri kurabijeve që të na dalin të shishme. Po ne kur ta punojmë për t'i dhënë edhe formën, a nuk do duhet ta ngjeshim pak me duar? Ja, tani do ta tregojmë dhe këtë. Dhe meqense jemi tek format, tek në Ranzi keni edhe forma shumë interesante që i përshtaten edhe festave, të cilat mund shkoni edhe t'i përdorni qoftë për të realizuar atë kekun e krishtlindjes në formën e një bredhi, për të realizuar biskotat, apo ëmbëlsirat të tjera që doni t'i shtoni akoma edhe më shumë elementin festiv, pikërisht me këto detaje që duken të vogla, por që nuk i gjejmë dot kudo, ashtu sikurse nuk gjejmë dot kudo dhe një pjesë të mirë të produkteve që në Ranzi na i sjell ekskluzivisht në Shqipëri e në Kosovë, ndaj mbetet një ndër blerjet tona të preferuara dhe ndër ditët që e kemi me shumë dëshirë të përgatisim e të zbulojmë produkte të reja mbi të cilat realizojmë dhe ndërtojmë kështu edhe receta të reja për ne këtu, sigurisht për t'ja u sjell edhe ju në shtëpi si alternativa për t'u shijuar. Atere, duke e punuar avash, në këtë mënyrë, dhe sa e punojmë, aq më tepër përthithet edhe gjalpi, përthith mielin. E nxjerrim dhe një kështu. Me thëmë bëjmë si kur e thërmojmë. Po, që të përthithet mieli, dhe ta kemi gati pastaj për ta hapur, edhe unë do ta sill në mënyrën më të thjeshtë, do ta bëj me këto me gotë, me një gotë, edhe t'i pres në forma të rrumbullakta, atë tradicionalin, do me thënë të rrumbullaktave të kurabijeve. Por që thamë që mund t'i bëjmë në formë ylli, në formë luleje, në forma të ndryshme. Është një brum që ka nevojë të qëndrojë, që të pushojë? Është mirë faktikisht, kur e lëm që të pushojë, ai përthithet më mirë, do me thënë lidhet më mirë me gjalpin, edhe bëhet, do me thënë, hapja, kur e hapi, na ndihmon më mirë. Kështu që edhe neve mendoj që ta lëm pak, mendoj ta lej të qëndroj të pushoj pak. Sepse ndërkohë do të kemi dy receta për të nisur dhe besoj do t'jenë makaronat ato që do të... Do të nisi makaronat neve, edhe do t'a lëm pak kështu që të pushoj. I ka të pothuajse gjysmë gati për bërësit, duhet t'jesh që ti përzim dhe ti kombinojmë me njëri tjetrin, e sigurisht që në rastin e sallatrave shpesh salcat janë ato që bëjnë diferencën, kombinimi i produkteve me një salcë të caktuar, kur duhet majoneza, kur duhet një salcë tjetër më pikante, një shijere, këto janë detaje që na bëjnë të mësojmë një realizim të re të sallaturinave që shpesh janë shumë të rëndësishme në tryezat tona. Duhet të themi që kemi dhe një fundjavë të gjatë pushimi, kështu që ndoshta këto ideet mund t'i realizoni dhe gjatë ditëve që do t'jeni pushim, sepse që nga e premtja e deri të hënën, shumë prej zonjave që janë duke na ndjekur që gjatë javës janë në punë, fëmijët i kanë në shtëpi, vetë janë në shtëpi, le të bëjmë sa gurabie. Shumë mirë. Atere, si që shikoni, do me thënë, në momentin që nuk na ngjit, themi që brumi është në rregull. E lëm pak të pushoj, të përthithet edhe më tepër, do me thënë, të lidhet me gjalpin mielli, dhe mos të shtoj miell tjetër, sepse po të shtosh miell, forcoje, nuk bëjmë biskota, bëjmë kurabie, duam të jenë të shkrifta, sa më të shkrifta. Kështu që e lëm të pushoj për 10 minuta dhe e shikojmë që ajo përthithet edhe fiton, do me thënë, elasticitet. Nuk gjitë më, është brumi tamam ashtu si shduhet. Do t'a lëm pak ne të pushoj, pasta do t'a hapim me një rull, edhe do t'a kemi gati për t'a prej në forma, edhe të vendosim në, kemi këtu neve një tavë, vendosim një letër që nuk ngjit, do i vendosim në radhë. Do të pishen shumë shpejt. Po, për në 15, 18 minuta, 20 minuta i shikoni juve këtë, por temperatura duhet jetë në 180 gradë, në asnjë mënyrë më lartë. Edhe tjetra, sekreti i kurabijeve është që mos të
punohet shumë brumi, të lihet kështu, do me thënë, të punohet lehtas. E përthith vetë gjalpi mielin, nuk ka nevoj. E kemi gati, unë shplaj pak duart, edhe fillojmë. Dhe bëhemi gati për të nisur me recetën e makaronave, makaronat spageti, janë ato që ne kemi zgjedhur sot, unë bëjmë marë pakës. Këto do të sjellim sot. Dhe çfarë do të na duhet tjetër? Janë organike, siç themi gjithmonë, tek në Ranci gjeni nga këto produkte që në fokus kanë jo vetëm shijen, por edhe shëndetin. Këto. Atëherë, do të kemi djathën kachkavall, që mund të jetë parmigiano ose një djathë kachkavall tjetër, por i fortë që mund të grihet, sepse sigurisht është ajo prekja e fundit që do t'i bëjmë pjatës, majdanosi, pancetën e kemi këtu, ndërkohë kemi qepën të prerë në fije të holla, do të kemi edhe panën, edhe vera Kati na duhet për këtë recetë, pra do të kemi edhe pana edhe verë në një kombinim, në një... Po, vera është në fillim fare që do të hidhet panceta fillimisht për të nxjerrë aromën, edhe besoj tani është momenti. Në rregull, faleminderit. Atëherë do vendosim ujin për të zgjerë makaronat këtu dhe do fillojmë edhe nga ana tjetër të lutem Anita që të filloj domethënë të edhe me që e lam neve këtë, unë them nëse do arrim kohën, ta fillojmë dhe t'i mbarojmë në momentin e dytë për t'i regluar. Do të kemi diku te 5 minuta kohë kam për shtypjen. Shumë mirë, do të fillojmë me recetën e radhës të makaronave. Ne përgatisim salcën dhe makaronat i lëmë në zjerje sapo uji të jetë gati dhe do t'i kemi, besoj në pak minuta, në rikëtimin që kemi pas hapësirës publicitare, për t'i bashkuar. Fillimisht tek makaronat, vendosim nga njëra anë makaronat të zinë, këtu marrim dhe presim pancetën. Në copëzat të vogla. Edhe këtë fillimisht fillojmë edhe ka vërdisi. E ndezë, Manila? Ndeza. Sa të marri pak temperaturë. E hedhim kështu pa i ndyrë. Fillimisht. Se ka i ndyrë vetë, ajo. Ka i ndyrë edhe e hedhim kështu për të nxjerrë i ndyra, do me thënë të nxjerrë aromën e mirë. Thjesht hedhim këtë. Më mbrapa pasi do të kemi hedhur që të na ka vërdiset pak të marrë edhe një kështu që ta trazën. E lëm të ka vërdiset, të nxjerrë aromën e mirë, të si thuash të marrë atë ngjyrën e mirë dhe pastaj më mbrapa aty do të shtojmë edhe qepën që e kam këtu, të cilën këtë e kemi të grirë hollë. Në fije të holla. Është një mënyrë tjetër. Është si tip, domethënë, asaj karbonarës, po i karbonara faktikisht në mënyrën tradicionale se është një gatim italian, bëhet me të verdhat e vezëve. Është tjetër gjë. Neve sot këtë do ta sjellëm në mënyrë tjetër që do ta bëjmë me pancetën, do ta bëjmë me qepë, do të kemi këtë verën këtu që do ta shuaj pastaj më mbrapa me verë, do t'i hedhim pana, djathin, pak majdanoz për shi dhe aromë dhe sigurisht që do të kemi dhe këto makarona për të zjerë. Nuk e di si është mundësia atje, po thuaj se në momentin e durë. Më përqeni mirë komunikimim, Jo, po. Do dhe pak, Do dhe pak. Shtu që ka filluar të lëshë javën, por ende të vloj. Kjo na vonon pak këtu, por ndërkohë që atë me qënë se ndaluam këtu se ku pash këtë që të tregoj janë visave për punën e gjalpit edhe një herë që t'jemi kështu sa të bëhen gjërat ashtu si shduhet. Pra, marim një pako nga këto gjalp. Edhe e vendosim në tenxhere që të na shkri. Gjalpin, e marim e vendosim në tenxhere që të shkri. Pasi ka shkrir gjalpi, e shkrim dhe e kullojmë në njësit. E kullojmë dhe gjalpi, kur kulloj të kështu si lëngë, më mbrapa kur e lëmë të qëndroj, do t'jetë në këtë formë, do me thënë. Ai që ne e quajmë gjalpi tretur? Gjalpi tretur. Gjalpi tretur për të marrë aromën. Nuk e bëjmë direkt me gjalpin e freskë, ta punojmë me sheqer pudër, por do ta tretim një herë dhe pastaj, sepse gjalpi përmban edhe hikën ajo proteina, nxjerrim atë shkumën dhe ato gjërat e ngelen në fund edhe këto djegjet, janë nëse e shohim këtu tek pjesa e kësaj, të më thënë. Nuk e di. Po. Ato janë pjesa që i kemi hequr gjalpit, që nuk i duhet gorabijeve në këtë rast. Jo, sepse i prish, do me thënë, nuk ashtu. Dhe kështu
merr dhe shije të mirë. Në këtë mënyrë neve, domethënë me tretjen e gjalpit bëjmë dhe baklavan. Dhe kjo bëhet që baklavaja të marrë atë aromën dhe shijen e mirë kur tretet gjalpi. Dhe është mirë përdorim gjalpin e freskët vetë, e dim që kemi një gjalp të mirë, e tretim vetë dhe e përgatisim. Sigurisht që gjën edhe gjalp të tretur. Edhe të kompania në Ranzi ka gjalp të tretur. Por kjo varet pastaj sipas dëshirës. Nëse duam ta bëjmë vetë, po Kati, mendoj se është koha për të shtuar qepët. Qepët do hedhim pak skripë dhe piperin këtu. Ja e kam këtu kripën. Okej, ndjes. Piper do hedhim dhe në momentin e fundit që i servirim makarona, sepse i shkon shumë dhe i bën shumë të shishme. Kati, është momenti që pak nga pak ne të bëjmë një pushim të shkurtër. Ne nuk do t'i përfundojmë, jo, do t'i presim. Thjesht do hedhim makaronat për të zirë. Gjë që nuk është e nevojshme, t'ja u tregojmë, sepse thjesht makaronat madje do i presim edhe në momentin që hedhim e shuajmë me verë, sepse fillon edhe përfundon si recetë, kështu që sa të më zbutet qepa. Në rregull, dhe ne do kthehemi pikërisht në momentin që do të kemi gati për të vazhduar me një produkt tjetër, me një proces tjetër të gatimit. Asgjë pa e parë ju, pas pak rikthehemi. Mirëmëngjes edhe një herë, ju që po na ndiqni vetëm tani, ne kemi nisur si çdo ditë tjetër në orën 9 një tjetër transmetim të drejtë për drejtë nga Vila 24, nga News 24 dhe nga Këndi i Gatimit, ku bashkë me Katerinën kemi prezantuar të treja recetat që do të sjellim sot për ju dhe jemi në momentin që ato gurabie të cilat mënyrën e përgatitjes së brumit e treguam në pjesën e parë, e gjeni pak më vonë në YouTube në News 24 në kanalin zyrtar, jemi duke i dhënë formën. Është një brum delikat, që në mënyrën se si përgatitet dhe vjen në këtë formë, kështu që kjo e bën që edhe realizimin e formave duhet ta kryejmë pak me kujdes, a Kat? Po, thash që mund ta bëjnë në forma të ndryshme, mund ta bëjnë, domethënë më thjeshta është kjo që bëhet me këtë gotë. Me një gotë. Ama që nga brumi duket që do të kemi gurabie të shkrifta, që në sy dallohet që të shkrifta faktikisht. Por janë, domethënë, shumë delikate, ashtu siç e the Anila. Edhe me dorë nuk hiqen këto faktikisht, duhen, domethënë të duhen hequr kështu me kujdes. Unë bëra edhe një dy që i bëra kështu. Si bëra? Me brum, ja do bëjmë edhe ndonjë kështu. Me dorë, ashtu thjesht, në formë të çrregullt. Të çrregullt, me formën e çrregullt. Po tham që anvisat aty te kompania në Ranci mund të gjejnë, domethënë që janë në formë ylli, në forma të ndryshme. Po, edhe bredhi. Edhe më të mëdha, edhe për të bërë kekun, për të bërë. Edhe ç'është nuk është me këtë brumin, kemi nxjerr goxha, nuk është se... Po, e vërtet. Kemi dhe një brum tjetër, dhe një mas tjetër, që do t'a lëm pak më vonë, do vendosim këto në furrë neve që të na piqen, dhe do bëjmë edhe ato të tjera pak më vonë, por do vendosim këto që të keni të nxjerrim. Po, të nxjerrim të parat, meqense duan 15 minuta për të pjekur dhe ne deri në orën 10 do t'i kemi të pjekura e të treguara për ju, ndërkohë që gjatë kësaj kohe do të përfundojmë edhe makaronat. Po, do të bëjmë sepse edhe makaronat të bën gati. Edhe atë që thash që nuk hedhim edhe nga në këtë formën e çrregullt që bëhet në këtë mënyrë, thjesht e punoj me duar. E kemi ndezur furrën? Po, e kemi ndezur. Tek 180 ata vendosim Anila. Atëre po e ul, se e kemi pak më lart, sepse e kemi vendosur që të ngrohej. Okej. Për formën e bëjnë në mënyra të ndryshme. Po. E shumë e rëndësishme është, domethënë, për pjekjen, që do temperaturën 180 gradë, do temperaturë të lartë, për 15 minuta dhe do t'i shikojmë. Ta vendosë edhe këtë këtu. To janë ato, domethënë, më të thjeshta, që bëhen edhe në këtë formë. Kur ngelen këto thrimet që ngelen nga prerja e tyre, i bëjmë kështu, u japim një formë të çrregullt. Dhe pastaj kur vendosen, ja ta them dhe këtë këtu, i hedhim sheqer pudër, këtë do ta lëm sepse kemi dhe brumin tjetër. E bashkoj me brumin tjetër dhe i përgatisim në një moment të dytë, ndërkohë që për të fituar kohë dhe për t'i nxjerrë biskotat të pjekura, i çojmë në furrë tani. Në furrë.
Duam të qëndrojnë, do me thënë, për 15 minuta do t'i shikojmë neve dhe duam që mos të marim, të kena të, do t'a hedhe këtë këtu t'a kemi dhe t'a bëm diku ande Janila, që t'a bëj pastaj, pak më vonë. Okej. Ashtu e bëjmë, nuk do t'a qojmë dëm Jo, brumin. pa tjetër që se qojmë dëm. T'a mbulojmë e këtë. Që nëse ju ngjite kjo, vendosni këtë letër, do me thënë, e punoni në këtë mënyrë, ja kështu. Edhe e hapni. Kjo është kur duam që t'i japim, do me thënë, forma këtyre. Në rast të kundërt, mund t'i bëni dhe ashtu topsa me dorë, edhe dhe ato bukur dalin, madje janë tradicionale dhe ato. Edhe kur piqen vërtet gjajnë shumë bukur. Dalin shumë bukur, edhe kur piqen dhe kur pudrose me sheqer, nuk duken dhe as ato pjesa edhe. Okej, tani, do të merremi me makaronat dhe me një salat. Ka ti mund të merresh ti se e sistemoj unë. Faleminderit Anila. Kuzhinën që të i përfundojmë edhe recetat e tjera. Spageti me pancet, me qep, me majdanoz, do t'i shuaj me verë. Ne kemi kryer gjysmën e skuqes së qepës edhe pancetës. Ta rikthej tiganin në... A mund t'a sillim këtu Anila, sepse këto janë bërë gati makaronat. Po falimderit ta vendosim aty, edhe ta ngrim temperaturën. Në kohën po sistemoj pak, që kemi vënd edhe për të vendosur pjatat e përfunduara më vonë. Kur punoj me miell, bëjmë pak më shumë pisë. Çfarë ka ke nevojë për mua? Jo, tani, e fshin sobën, fiket soba. Kjo është e keqja. Kështu? Ato, është thekëruar panceta, qepa është zbutur, do me thënë, është tamam në kohë, por sa të marri pak temperaturë që të hedhim të shuaj me verë, dhe pastaj më mbrapa të shtojmë edhe makaronat, panën, dhe të gjithë përbërësit e tjerë. Ndërkohë unë shoh që Kati ka filluar të bëj gati edhe qepën për salatën. Po. Okej. Do të kemi edhe një salat pak më vonë. Shtu që më duket e këndshme dreka sot, që nga pjata kryesore deri te këmbëlsirat e gorabiet. Kemi këtu këta. Për pjesën e makaronave do t'i bëjmë aty s'ka gjë. Mirë janë, al dente. Po. As shumë, do me thënë, kështu janë shumë mirë, janë zjerë tamam aq sa duhet. Na marr pak temperaturë tigani dhe të shtojmë me njerë verën. Ta shojmë me verë që të avulloj vera, kjo është shumë e rëndësishme. Avulloj alkooli dhe të ngele shia e verës. Me njëherë, asë njerë nuk hedhim, si thuash, panën më përpara dhe pastaj të hedhim verën, sepse ajo nuk bëhet rezultat. Shuar janë, si shtemi avullimi alkoolit. Sepse ngelet brënda dhe pastaj e hidheron. Zakonisht këto janë kur përgatisin ca salsa, salsa shoqëruse që bëhen me verë dhe me pana, ka ndodhur një gjë e tillë, prandaj them që duhet me patjetër të shuhet përpara me verë dhe pastaj të hidhet pana. Edhe pak që të avulloj mirë. E sa të bëhet kjo gati, të marim të bëjmë edhe këtë pjesën e... Kam këto Anila, të hedhim qepën. Të pregatisim edhe të pjesën e salatës. Të bëjmë dhe salatën, okej. Qep të kuqe? Qep të kuqe, po, dhe e kam prekshu në kubik, nuk e kam lënë në fije. Kjo lloj salat nuk e do në fije. Okej. Ndërkohë, ne mund të rikthejmë pak recetat në ekran, kemi një moment që mund t'i lexojmë, kështu që gurabie për Krishtlindje përgatitet me 2 filxhan gjalp, me gjysmë filxhani sheqer pudër, me 1 pako vanilje, me 1 filxhan bajame, 5 filxhan miell për çdo përdorim. Salat me fastule të kuqe, vezë kastraveca, turshi, 300 gram fastule të kuqe, 1 qep të kuqe, 3 vezë, 4 kastraveca turshi, 2 lug majonez, 2 lug vaj ulliri, majdanoz, krip edhe piper.
ndërkohë që do të bëjmë edhe spageti tani, me pancete pana, pra do të përfundojmë këtë recet, jemi në pritjen e shtimit të panës, sepse pjesa e tjetër pothuaj se ka përfunduar së bashku me zjerin me makaronave. Një pako makarona, 250 gram pana, 6 feta pancet, 4 lug vaj, një qep mesatare, një godë ver, 4 lug parmigiano ose djath kaçkavall të fort, majdanoz, kripe dhe piper. Kështu i kemi recetat të rikthyera, besoj se kaq kohë ju mjafton për t'i mbajtur shënim, sepse siç unë edhe Kati e kemi thënë, ne i lexojmë të gjitha komentet tuaja, të gjitha fjalët e mira, kritikat që ju na bëni dhe tek recetat një ndër kritikat që na është thënë është fakti që t'i rikthejmë pak më shpesh apo t'i lëm pak më gjatë. Ndaj edhe mendoj që këto sekonda që ne i lexuam së bashku kanë mjaftuar që ju t'i mbani shënim dhe ajo që ju them gjithmonë, nëse nuk keni kohë ti shkruani, bëjni një foto me telefon dhe i keni aty, ose në YouTube, në atë arkivën e pastur plot me video e receta gatimi, klikoni në çdo moment në News 24 ose në Villa 24, aty keni gatimet e Katerinës, recetat e saj, të gjitha shpjegimet e nevojshme dhe jo vetëm puntatën e sotme, por të gjitha emisionet ndër sezone ju i gjeni aty dhe në këtë mënyrë do të krijoni një arkiv tuaj shumë të pasur me recetat tuaja të preferuara, sigurisht dhe duke i ndryshuar apo duke i shtuar dhe hequr ndonjë përbërës, sepse siç themi gjithmonë, kuzhina shpesh nuk ka asgjë fikse, është shumë shpesh pjesë e çanara, na ra një kuti. Ska gjë. Mund të eksperimentojmë, po thoja, ku mund të përdorim edhe shijet tona të preferuara. Pra dikush e do më pikante, dikush e do më pak, dikush do një salcë më shumë, do një erz më shumë, por baza mbetet ajo. Atere, më mbrapa kemi shtuar majdanozin, një si thua përzierje të lehtë majdanozi për të nxjerrë aromën, kemi shtuar edhe pana. Tani është momenti të shtojmë edhe djathin. Për lidhet salsa. Djathin dhe ashtojmë dhe brënda, pra nuk e kemi vetëm për sipër. Jo vetëm sipër, edhe brënda që të lidhet salsa me djathin dhe pastaj shtojmë edhe makaronat. Ja të marri dhe me të shikon, fillon lidhet salsa tani. Djathi jep shije. Ne do t'i bëjmë të gjitha tani në këtë pjesë tigani. Nuk do t'i hedh të gjitha makarona, do t'i bëjmë mbrapa. Ajo që më kujtua tani për punën e makaronave, tek ajo shkrirja e gjalpit, ato që ngele në fund fare, ne zjenim dhe hidhnim makarona dhe bëheshin shumë të shishme. Vërtet? Një shije fantastike, Anila, se ke idenë se sa e shishme bëhet. Edhe madje i thoshnim garozhe. Garozhe? Po, pjesën e atyre, do me thënë, të mbetjes së gjalpit në fund. Ka një aromë shumë të mirë. I bënim edhe lakror, me oriz. I hidhnim brenda, po. Sa të mira janë këto makaronat? Shumë të mira. As nuk ngjisen të mira tjetrën, as nuk qëllosten. Ne duam, me thënë, një përzierje të mirë, të lidhet salsa bashkë me makaronat. Nuk i kulloj makaronat, i marim kështu edhe sigurisht që në këtë mënyrë i marim edhe kemi edhe lëngje. Zakonisht i shikojmë që i bëjnë shefat edhe i bëjnë në gaz. Gazit ndihmon shumë për këto gatimet e shpejta. Është më, si thuash, më mirë se sa soba. Soba është e mirë për gatimet që duan temperaturë të ullët në mesatare që të bëhen avash-avash. Edhe na bëjnë shumë më të shishme. Sa na kujtove temperaturën, të shoj mirë këtë biskotat? Se mos na shua, Nila, s'duhet marrë ngjyrë ato. As duhet marrë ngjyrë? Jo, duhet jenë në bezh, po mba mend sa minuta vajtën atë do kujto. Më duket se pa 20 i kemi futur në furor, është pa 10, kanë diku te 11-12 minuta, jo më shumë. Mirë, kemi ku. Tani dhe pak duan që të marrin që të lidhet salsa, e ti kemi gati për të servirur. Anila, të lutem, ato vezë dhe në një vezë kështu për të pastruar, se kam të zjera. Të zjera janë këto? Po, pa tjetër janë, të lajduar. Faleminderit. Që të bëjmë edhe salatën. Të treja të duhen? Bëjmë 2 se mjaftueshëm janë 2.
Ma djeta hefte pjeta, nëse kjo. Mire ka atë. Mire ka për makaronin. Dhe makaronat mbeten gjithmonë pjata që shijon gjithmonë, në çdo vakt. Tani ti marrë dhe pak nga të gjithë, pothuajse. Ti hedh pak nga jo salca e krijuar. Po. Okej, edhe vezët i kemi gati. Shumë të mira ben, tani u lidhe edhe më shumë salca, pra thash që ka nevojë, shikon tani që është më lidhur salca? Po, fillon dhe trashet ajo, se ka pana. Është pana, janë lëngjet e makaronit, tani në fund e pudrosi me parmigiano, edhe majdanoz dhe piper, tani hidhet përsëri piper, tek ma djetë piper të trash është më mirë kur e hedhim. Bëjnë shumë të mira, të shishme, edhe pak majdanoz faktikisht. Po këtu e duam të hollë, të gri hollë majdanozin. Edhe që të bëhet i hollë majdanozi, faktikisht nuk duhet jetë në ujë, duhet jetë i thatë. Po, po. Që të ndihmoj më shumë. Prerja në vërtet. Edhe shpërndarja, se kështu bje tufa-tufa. Po, bëhet më... Ndërsa shumë bëhet më i hollë. Nëse neve tani... Shumë mirë është. Doli receta e plotësuar. Kjo është pjata e makaronave që sollëm sot, me pancet pana, vergatime, me djathë kaçkavall, shumë e mirë duket, aromën e ka shumë të mirë, shihen po e po, ne do ta provojmë pas pak, por besoj se edhe ju në shtëpi e keni një kombinim të preferuar të pancetës me pana, apo të prosciutit, apo të përbërësve të tjerë që kombinohen me panën. Është një recetë e thjeshtë, e shpejtë, edhe shumë e shishme dhe kënaqshme për të gjithë. Faktikisht fëmijët e duan shumë këtë lloj recete. Vërtet është, po. Po dhe ne të rriturit nuk është se nuk e duam. Diskutohet. Tani. Tani ja të bëjmë dhe bashkimin e sallatës. Po, ndërkohë të lutem shikoj dhe njerë biskotat që të jemi në rregull, se me timen kaluan rreth 15 minuta, në mbos 15-14, po duke qenë se fura ishte e ngrohtë. Janë bërë të marrim edhe një pjatancë që t'i vëm direkt. Pritë të japë dhe këtë dorezën kati. Gurabie të përshtlindjeve, që unë i them biskota në këto rast, dhe nuk e di pse më fiksua biskota, por janë gurabie, janë gati. Gati? Dhe mosim këta këtu, Anila. Po. Edhe koha ta mamishtë. Tringëlliu. Dhe këtë faleminderit, Anila. A dje këto të hollat, do ishin nxjerrë edhe më shpejt. Po, se piqen më shpejt. E shiko, janë shumë delikate. Me thënë, duhet të ngjyrë, jo këtë ngjyrë. Këto të hollat do ishin nxjerrë më shpejt. Pak më shpejt. Se janë biskota, duhet t'jenë pak kështu. Më tradicionale janë këto, do me thënë këto. Të bremenduar në formë të çrregullta. Edhe pse janë kështu të çrregullta, nuk ka problem. Tani kam sheqerin pudër. Do të hedhim këtu dhe pastaj do marrim një sitat Anila që t'ja hedhim kështu, sipër. Sipër, po. Kemi të voglën e të madhen? Këtë do ti? Mirë, qatë jetë një. Mora të dyja? Të hedhim kështu. Si bazë. Ato pastaj do i pudrosim lartë. Okej. Gati vetëm se kemi 4 minuta kohë, po besoj edhe për sallatë nuk do na duhet më shumë, se thjesht do të bëjmë një kombinim të përbërësve edhe ato salcat shoqëruese. Hidhi një në kështu pudër këtyre, Anila. Po. Pastaj të hedhim dhe të këtyre. Mbushi me sheqer. Okej. Vetëm se siç themi zakonisht, duhet të jenë të ftohta. Duhet, po, edhe tjetra, Anila tani vendosi. I vendos. Çrregull, faleminderit. Tani për punën e trashësisë, kjo varet sipas dëshirës, por atë që së gurabieve po themi apo jo? Po.
për punën e trashësisë. Aromën e kanë në këty. Aromën e kanë të mirë, Shumë të mirë, shumë të mirë. Ndjehet aroma e gjalpit. Jana është delikate. Sa duan kujdes që është e vërtete. Kati që po bën? Ja po nësirë fasulet. Okej. Jemi tek sallata tani, ja? Po. Që t'ja shpjegojmë se po merrem se cila me punën e saj edhe bukur, mua më pëlqej. Këto t'jetin kastraveci. Çfarë kemi shtuar? Qep, vezë të zier, Fasulet në konserv. Kastravecat, turshi. Kaq, nuk humba gjë? Që mund t'i bëjmë me këtë lloj konserve, mund t'i bëjmë edhe me fasule, do me thënë të ziera. Okej. Dërsa këto konserv mund t'i konsumojmë edhe kështu, do me thënë, sepse janë edhe si të gatuara. Okej. Atëherë, biskotat dhe makaronat. Pas pak do të kemi edhe salatën dhe kështu do të shohim edhe një herë të treja recetat. Këtu janë ca fasule të cilat janë këto, si të thuash, të mbira. Së më vjen emri, e di kanë... Embrioni. Okej, po, embrioni. Embrioni i fasuleve, të cilat janë kanë shumë proteinë. Na duhet hapet me atë pajisjen e vetë. Ajo do t'i jipte dhe shumë lezet, faktikisht. Nuk e kemi atë gjë për momentin, kështu që... Ti hedhim edhe majonez. Ti hedhim edhe pak vaj ulliri. Ato fasule do të më jipni shumë lezet, faktikisht. Ne mund të hapnim dhe me fik, po mos lëm nam këtu se s'dihet si na... Atë kam halë se mos na... Si na kap. Si... Pa kate? Janë sekund. Jo, nuk qëndron. Nuk është ajo që do t'jo? Në t'i vendosim nga këto. Më pëlqen. Mirë, hajtë më. Bukur, do të vlera ushqyese. Po do të më pëlqente shumë me ato farza, do me thënë të... Do t'i hapim, do t'i tregojmë një herë tjetër. Sepse ato do t'i jipni shumë... Atere, jemi në fund fare, kështu që po shohim së bashku recetat e ditës së sotme, sa po përfunduam sallatën, kemi bërë kurabiet e... pse po i shesho? Jo, i shofë, do me thënë që janë këto, do me thënë të holla, faktikisht këto lloj, si të thua, kurabiet, zakonisht bëjnë në këtë formë, me thënë që kështu të plotë. Ato të dorës, të punuara, po. Kështu të holla janë, do me thënë, si t'i sjellë në një mënyrë tjetër, por për këtu duhet të kemi kujdes, këto që janë kështu të holla duhet të pjekur, jo më shumë se 15 minuta. 13 minuta do t'jenë shumë, sepse më mbrapa pastaj thajnë dhe na japin atë idenë e biskotës, nuk është kurabie. Dhe të na bëjnë dhe pak më të plota, më të trasha. Kjo është. Këtë doja të thoshja. Ta mbyllim Kati? Neve ato tjera do t'i bëjmë ndryshe. Po ta mbyllim, sepse faktikisht dhe koha ka përfunduar. Mbaroj, po. Uroj që dhe këto, pse jo të zënë vënd natyrezat e tyre familjare, sepse vërtet janë shumë të mira edhe kurabiet, edhe makaronat, salata, mënyra se si e pregatitëm dhe e kombinuam, është shumë e mirë, është e shishme, e shëndeshme, madje për të kaluar vaktin e drekës. Përfunduam edhe për sot, ju uroj një ditë bukur në vijim, nga unë Katerina miru pafshim dhe miru takoshim nesër me receta dhe ide të reja. Të lumshim duart. Anima është vazhdim. Po, ne do jemi bashkë pas reklamave me Katin nesër që në orën 9. Publicitet kemi tani.